dhe për mbrojtjen e tyre nuk do të kursej as jetën time. Betohem! Betohem! Qeveria Kurti dhe Ministria e Mbrojtjes vazhdojnë të flasin për forcimin e kapaciteteve ushtarake, modernizimin e FSK-s dhe investimet milionshë në mbrojtje. Realiteti me të cilën përballen çdo ditë ushtarët e Kosovës tregon një pamje krejt tjetër. Transporti i pjesëtarëve të FSK-s vazhdon të mbetet në gjendje alarmante, me autobus që kushtet të cilat nuk i përgjigjen standardeve që pritet për një forcë moderne ushtarake. Gazeta Nacionale ka siguruar disa pamje që dëshmojnë gjendjen në të cilën transportohen ushtarët e FSK-s. Në njërin nga autobuset e angazhuar për transportin e ushtarëve nuk funksionon as maci i shpejtësive, duke ngritur shqetësime për sigurinë teknike të mjetit. Në pamje tjera shihen autobus të prishur, të cilët kanë mbetur anash rrugës, duke nxjerrur në pa gjendjen e automjeteve që përdoren për transportin e pjesëtarëve të FSK-s. Këtë autobus janë pronë e kompanisë Arditi Tours, e cila ka fituar tenderin për transportin e ushtarëve të FSK-s nga qytetet e Kosovës drejt kazermave. Tenderi 3 vjeçar i dhënë nga Ministria e Mbrojtjes arrin vlerën prej 2.6 milion eurosh. Sipas kushteve të tenderit, kompania fituese duhet të disponojë autobus jo më të vjetër se 17 vjet. Megjithatë, fotografitë e siguruara nga Gazeta Nacionale ngrejnë pikpyetje nëse ky kriter po respektohet në praktikë. Se pjesëtarët e FSK-s kanë pasur pakënaqësi me transportin, këtë pranon edhe vetë Ministria e Mbrojtjes. Në një përgjigje për Gazetën Nacionale, Ministria ka konfirmuar se ka pranuar ankesa nga pjesëtarët e FSK-s lidhur me kushtet e transportit dhe se këto shqetësime janë trajtuar përmes menaxherëve të kontratave dhe takimeve me operatorin ekonomik. Megjithatë, Ministria insiston se autobuset e angazhuar janë në përputhje me kriteret e tenderit. Sipas saj, aktualisht janë angazhuar 29 autobus, ndërsa kontrollat dhe mbikëqyrjet kryhen vazhdimisht nga menaxherët e kontratës, policia ushtarake dhe institucionet përgjegjëse për kontrolla teknike të automjeteve. Pranimi i ankesave nga vetë Ministria tregon se problemet me transportin nuk kanë qenë raste të izoluara, e derisa institucionet pretendojnë se kontrata po zbatohet sipas kushteve dhe autobuset i nështrohet kontrollave të vazhdueshme. Pamjet e siguruara nga Gazeta Nacionale tregojnë një realitet krejt tjetër. Në lidhje me këtë rast, Gazeta Nacionale ka kërkuar përgjigje edhe nga kompania Arditi Tours, por deri në publikimin e kësaj video nuk ka marrë asnjë përgjigje.